Zoti Agalliu, si pasqyrohet patriotizmi në dokumentat zyrtare të kohës që ju i keni studiuar dhe i keni parë më në detaje? Ajo që është veçantia e këtyre dokumenteve është fakti që përveç se kontributi që ata kanë dhënë në formimin shqiptar, zëri i tyre del qartë në këto dokumente, sidomos në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve të Kosovës gjatë kësaj periudhe nga represioni serb. Pra, këtu kemi të shfaqur dokumente të cilat tregojnë diskutimet parlamentare, letërkëmbimet midis këtyre personalitete, po edhe pozicioneve së shqiptar dhe atyre ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Kosovës ndaj shtypjes dhe represionit serb, gjë që ato kanë ditur ta sjellin më së miri dhe ta ngrenin zërin e tyre fort fuqishëm, pikërisht për të bërë të mundur po themi rritjen e ndjenjës kombëtare tek shqiptarët dhe ruajtjen sidomos tek shteti shqiptar, por edhe tek popullsia e Kosovës, asaj ndjenje e cila vazhdoi në vite dhe rezultati i saj ishte pikërisht shpallja, po themi, e pavarësisë, lufta shkrimtare e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe pra, jemi edhe në vigjilje të 17 shkurtit, një ditë e pavarësisë të Kosovës, kështu që këto burra meritojnë që të jenë në vëmendje të historisë, sepse janë pikërisht ata që shtruan, po themi, rrugën e lirisë dhe fitores së